Infeksionet e synit të cilat janë të shpeshta si shkaktare pishinave, të ndryshme shkaktare. Po kemi shumë të shpeshta në gjatë verës. A mund të na dërgojnë në smundje të cilat edhe na dërgojnë në verbëri? Tjetër që po. Pra sy se infeksionet temi kështu të syrit, temi zakonisht ato që na frigojnë neve më shumë është kur preket kornea. Kornea është një silenci, është një pjesë transparente e syrit, domethënë, edhe çdo problem që shkaktohet korneas ose që e bën të trubullt, e humb të pamërit. Është mirë që domethënë ajo mund të operohet, që një operim si transplantim të korneas, pjesa e korneas mund transplantohet, quhet keratoplastik, po këto për shembull kemi një infekcion me herpes. Që herpes është domethënë, mund të them ashtu, jo asnjë smundje është çështëndruese, po herpes është smundje bash jo falemnderuese realisht. Ndonjëherë edhe e diagnostifikohemi, fillon me mjeku, po ndonjëherë e kat e cyrin e vet dëmtimit të korneas dhe pastaj është një gjendje jo e mirë e syrit. Nëse një infekcion i thjeshtë ka shkaktuar një dëmtim të madh të korneas. Që edhe infeksionet e zakonshme që janë infeksionet që na quhen si konjunktivite realisht ato duhet trajtohen gjithsesi. Se një konjunktivit për shembull ndodhet që të komplikohet me përfshirje të korneas. Edhe zakonisht janë plus ngjitse këto infeksionet. Nëse ngjitse. Për shembull kemi shpesh po them tash se më herët se kemi pasur, nuk di pse tash është shpeshtu, është një konjunktivit që ne e quajmë si konjunktiviti adenoviral, domethënë që shkaktohet për një adenovirusit. Është edhe zakonisht përfshihet këtë familje. Po. Preket dikush në qerë dhe merr një fëmijë për dikujt, komplet familja vjen në kontroll. Çfarë simptoma ka kjo? Zakonisht skuqje, dhimbje, djegje syrit edhe trumbullim të pamërit. Edhe trumbullim. Pra, ashtu se menjëherë përfshin edhe kornen. Kjo disa njulla të bardha nëpër korne që ta jep ato tonë po e shoh sikur një dritare, diçka sikur me pikat shiut aty po shoh. Ashtu e shoh pamjen e kam. Përveç asaj është skuqje në syri, ka dhimbje, po do të mjekohet, mirë të mjekohet menjëherë. Me antibiotik? Me antibiotik patjetër, domethënë shkojmë edhe me kortikosteroide realisht, edhe fillojmë sa më herët të mjekohet në mënyrë që sa më pak të mbesin sheja nëpër korne. Se ndonjëherë mjekohet, largohet, po shejat mbesin në korne. Qysh për cilët mas 7 ditëve pastaj apo? Sasi kanë përcjellë një fillim me përcjellje zogatë çdo ditë, realisht, po pastaj mas 7 ditë, 2 javë pastaj e përcjellën më shumë. Edhe shikohet ajo au largu apo. Au largu. Po sepse i marrim si na zgjat këto infeksionet shumë shpesh. Jo, infeksionet asnjëherë si s'do të më marr të zakonshme, por ashtu se veç mos mendojnë të shkojnë hajde shkojnë t'i lajmë në ujë në një baj ose diçka që një kilan është një baj ku preferohet. Po ashtu ato pyetjet shumë shpesh i kemi për bojën dobërçanit me se po dobërçanit se s'po kujt e kanë. Ja sa janë edhe di shumë mirë realisht edhe ma bojnë këtë pyetje realisht, po realisht jo. Unë kam pacientë që thonë kam perdën dhe po shkojmë te boja dobërçanit se po duam më kanë thënë që ma heq perdën. Kjo është pa imagjinueshme, pa mundur më bë realisht, ose po heqi dioptrin. Dioptrin te boja dobërçanit. Po heqi polaj ose po mbyll mos syzat. Është ai mund të jetë ujë mirë, po jo se po. Unë ndonjëherë them po, për do raste të shkoj, se uji ka me të bëjë. Ai uji ka diçka që ndikon po jo në këto aspekte që është madhore. Është madhore ç'është po flitet.